Pa konsensus dhe mes debateve, Kuvendi miratoi vetëm me votat e mazhorancës ndryshimet në rregullore përmes së cilave bëhet edhe një riorganizim i komisioneve të përhershme parlamentare, ku 7 prej tyre i drejtojnë socialistët dhe 4 demokratët. Pas debateve, opozita braktisi sallën në momentin e votimit dhe ndryshimet kaluan vetëm me 79 votat pro të deputetëve socialist. Apo jo, 79. Në blok opozita kundërshtoi ndryshimet, duke thënë se po bëhen në shkelje të kushtetutës. Të fillosh detyrën duke shkelmuar kushtetutën, duke përjashtuar të gjitha hapësirat e përcaktuara nga kushtetuta, damkos në mënyrë përfundimtare veten tënde. Tregon se nuk je gjë tjetër. Vetëm një sekretar mjeran i kreut organizatës kriminale të Shqipërisë që ka emrin Edi Rama. Shkelmimi i kushtetutës është shkelmim i vullnetit qytetarëve shqiptar të gjithë spektri. Vetëm e vetëm se ju doni me shpejtësi të lani durë si Pons Pilati pas krimit që kryeni. Si ka mundësi? A keni ju çfarë të thuash njerëz që lexojnë kushtetutën? A keni këshilltar që paguhen të lexojnë ty kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit, e cila për parlamentin është kushtetuta e parlamentit, është ligji më i rëndësishëm i vendit pas kushtetutës, për aq pesh sa ka parlamenti në jetën e shtetit dhe të vendit. Ky është një provokacion i ulët që ju bëni rendit kushtetues të vendit. Qytetarët do duhet dinë arsyet sepse po ndryshon rregulloria e kuvendit. Nuk është motiv për ndryshuar rregullorin e kuvendit që disa prej kolegëve të mazhorancës nuk ju gjet vend apo u zëvendësuan me anonim në Këshillin e Ministrave e duhet i gjemi vend pune si kryetar komisionesh. Nga ana tjetër, socialistët përmes Taulant Ballës thanë se opozitës i kanë besuar komisione etike. Kemi marrë një mandat që ta mbyllim në 2029 antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përpasoj, Shqipëria në Bashkimin Evropian ka nevojë për një kuvend që e përqas agjendën e vet të punës me kapitujt e marrëveshjes së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo mazhorancë ka ardhur me votën legjitime të qytetarëve shqiptar të 11 maj. Do të bëjë reformat e saj, do të bëjë të gjitha aksionet e saj për të shërbyer më mirë Shqipërisë. Kritikojnë që vendimi është marrë në Asamblenë e Partisë Socialiste. Nuk është e vërtet. Është bërë një diskutim për mënyrën se si do funksionojë jeta jonë parlamentare, për të përpyllur me ato që është objektivi ynë madhor. Në zgjedhjen e dolën me një fjalë të vetme. Brenda vitit 2027 do mbyllen negociatat. Sot ndodhi një nga këto hapa. Brenda vitit 2030 do ta gjizim Shqipërinë në familjen e Bashkimit Evropian. Ky është objektivi ynë, ky është kërkesa jonë. Ky është premtimi i madh para shqiptarëve. Në këtë seancë u betuan edhe 4 deputetë që kishin munguar: Albana Vogshi, Fatmir Mediu, Ertbylyk Bashi dhe Jozefina Topalli, që rikthehet në kuvend pas 8 vitesh. Po ashtu miratuan disa prej organeve të kuvendit që janë të domosdoshme për organizimin e tij, si Këshilli Rregullorës dhe Mandateve, ai Legjislacionit dhe Byroja e Kuvendit.